zonja dhe zotrinj, dashamirës dhe simpatizant Lëvizjes Bashkë, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim elektoral që mbajmë sot në qytetin e Shkodrës, ju falenderojmë për guximin, për virtytin tuaj qytetar dhe për këtë kërkoj një duartërokitje që ta nisim mbar këtë takim edhe këto takime që sa vinë edhe bëhen edhe më të mëdha dhe më interesante në qytetin e Shkodrës. Unë personalisht kam një kënaqësi të veçantë dhe të përhershme sa herë vinë në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se vetë nuk jam shkodran, megjithatë për ne që jemi verjor, që jemi malsor, nga fushkruja e lartë Shkodra, është i farë kryeqendre kulturore, ekonomike, administrative, jo vetëm për ne si të rinj, si presit aktual, por edhe për prindërit, edhe për gjyshërit ta në të kaluarën. Është kënaqësi kur vinë në Shkodër, qoftë si turist, qoftë për të shpërndar fletushka në dyert e fabrikave, në dyert e universitetit ose në pedonale, edhe qoftë si folës në takimet që kemi patur, disi më të shpesht ato 2 vitet e fundit në qytetin e Shkodrës. Është kënaqësi sepse vi edhe në një qytet i cili ka shumë njerëz të harreshëm, edhe i cili është i bekuar në të gjitha rrafshet e tij. Një qytet i cili ka edhe histori, ka edhe aspirata, ka edhe lum, ka edhe det, ka edhe mal, ka edhe fush. Edhe ka të gjitha të mirat që duhet i ketë i qytet për të qenë i zhvilluar, modern edhe me perspektivë. Por sot përveç se kënaqësi, është edhe i privilegj i veçantë qenit në Shkodër edhe të folur para jush, sidomos kur na duhet për me prezantu disa nga djemtë dhe nga vajzat më të mira qytetit Shkodrës, jo vetëm djemë dhe vajza, por edhe burrat dhe gratë më të mirë qytetit Shkodrës, që kanë marrë guximin një vend i cili nuk është fare i lehtë, është i terren i vështirë dhe deri diku i djerë për forcat e reja politike. Dhe është privilegj i veçantë sepse më duhet të prezantoj djemë dhe vajza si Abeli, si Gabrieli, si Mirza, si Klejtoni, si Andrea Palushi, si Vladimiri, e shumë tjerë. Megjithatë, sato që është i bekuar në burime, në resurse, edhe në njerëzit e tij, qyteti i Shkodrës, në fakt po ta shohim statistika, duket pak sikur është i mallkuar. Është nga qarqet me papunësinë më të lartë, është nga qarqet të cilit shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet po i shpopullohen me shpejtësi. Është nga qarqet i cili po deindustrializohet, po i kapitullon industria tekstile edhe format e tjera të industrisë edhe tregtisë mallrave. Është i qytet, universiteti i cilit që mban emrin edhe një intelektuali dhe i veprimtarit madh politik si Luigi Gurakuqi, po shkrehet me shpejtësi. Dhe mbi të gjitha, e këtu e ndjej fart dhimbje, është se është ndryshe Shkodra kur vjen këtu edhe në përditshmëria dhe ndryshe deri diku Shkodra e cila portretizohet qoftë në televizionet të mëdha kombëtare, qoftë në rrjetet sociale, edhe qoftë në to bisedat e tavolinave të mejhaneve, si një qytet i cili është shumë i paragjikuar, i stereotipizuar, edhe i qytet i cili shihet vetëm në këtë kronikën e zezë të tij. Megjithatë, sigurisht, ne ndryshe nga partitë e tjera nuk kemi aq lidhje të forta, aq miq të fortë sa me mbush pallate sporti, sa me mbush stadiume, sa me mbush nuk di të them rrugë dhe pedonale të mëdha me njerëz që nuk ngjojnë fare, vetëm thjesht vinë rrin aty në telefon. Megjithatë e vlerësojmë shumë, sadopak të jemi edhe sado të shumë që do të bëhemi në të ardhmen për praninë edhe prezencën tuaj sot këtu. Ne mendojmë se Shkodra, ashtu si edhe Lëvizja Bashkë, i ka të gjitha kapacitetet për të urimë këmbur, për të ngritur edhe një herë në këmbë edhe për të dalë përtej këtyre stereotipave dhe skenareve që kanë 35 vjet që ja thithin palcën edhe limfën jetësore, jo vetëm Shkodrës, jo vetëm veriut të Shqipërisë, po gjithë Republikës në cilën ne jemi qytetarë të saj.